A i dini se reagimet që prindrit bëjnë ndaj një sjellje të papërshtatshme të fëmijës së tyre është një përforcues për ta? Pra mënyra se si ne reagojmë ndaj sjelljes së fëmijës përforcon sjelljen e tyre. Pra edhe nëse ne tentojmë duke reaguar në një mënyrë që të mos e lejojmë fëmijën ta bëjë atë sjellje sepse është e papërshtatshme etj, por mënyra se si ne reagojmë në vend që ta zbej këtë sjelljen e përforcon më tepër që fëmia të ketë tendencën ta bëjë sërish. Kështu që do t'ju tregoj një video dhe do t'ju shpjegoj se si mund të reagoni kur haseni përpara fëmijës kur ai po bën një sjellje të papërshtatshme. Kështu që ndiqeni videon dhe më pas do t'ju shpjegoj më konkretisht për ta kuptuar dhe për të qenë më e qartë. Kevin, ku I ke vendosur syzet? Sa bukur! Syzet e kujt janë ato, mami? Patate. Kokë patates? Dhe I ke vendosur ti? I shikon bukur tani me syze? Bravo. I bërë shumë I bukur. Të dua. Mami. Gjarë pri? Post. Papi. Post. Mama papi. Papi. Dinozauri babi? Zalo papi. Bravo. Në video djali po shtyp butonin që është në libër dhe ndërkohë që unë po e pyes për diçka tjetër. Ai më kthen përgjigje në mënyrën e tij, reagon ndaj asaj çfarë unë po I them dhe ndërkohë vazhdon të shtypë butonin. Dhe më pas fillon dhe shton intensitetin e shtypjes dhe të goditjes pra që I bën butonit. Dhe po ta shikoni me vëmendje, djali po shikon drejt meje për të parë reagimin tim. Ndërkohë që shton intensitetin e goditjes dhe shikon reagimin se çfarë do bëj dhe si do reagoj unë. Pra ky është momenti ku ne duhet të kemi kujdes me mënyrën se si ne reagojmë, sepse fëmia po teston. Çfarë bëjmë ne, si reagojmë ne dhe kështu reagimi ynë është vendimtar nëse fëmia do ta vazhdojë këtë sjellje apo do filloj ta zbe dhe nuk do t'i japi më rëndësi. Kështu që siç e vutë re në video, unë nuk I kushtova rëndësi fare sjelljes që ai po bënte, goditjes që ai po bënte dhe mënyrës se si po e godiste librin, por unë e injorova si sjellje, nuk I dash as vëmendje pozitive as negative. Kështu që unë e injorova si veprim dhe vazhdova bisedën që kisha. Pra, për ta çuar vëmendjen e fëmijës drejt diçkaje tjetër, pra duke injoruar atë që po bënte dhe duke e zvendësuar vëmendjen e fëmijës. Dhe në këtë mënyrë ai nuk e bëri më si veprim. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm nga mënyra se si ne do të reagojmë ndaj fëmijëve kur ata përfshihen në një sjellje jo të përshtatshëm, sepse siç e tham, reagimet tona janë përforcues për fëmijët tanë.